Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Intoleranca ndaj laktozës është një çrregullim i tretës që vjen si rezultat i mostërrjetjes së laktozës nga sistemi i tretë. Intoleranca laktozës nuk është një alergji ushqimore. Përveç saj, ajo nuk duhet të ngatrohet me alergji nga qumshti i lopës. Në rast të intolerancës ndaj laktozës, laktoza nuk tretet mjaftueshëm për shkak të mungesës së një enzime tretëse që është laktaza në zorrën e hollë. Kjo enzim kryen funksionin e zbërthimit të laktozës, e cila është e pranishme kryesisht në qumshtin e lopës. Për arsye teknologjike, përveç qumshtit, industria ushqimore prodhon edhe ushqime të tjera që gjithashtu përmbajnë laktozë. Në gjendje të patretur, laktoza arrin në zorrën e trashë ku shkakton fryrje, diare dhe dhimbje stomaku. Në rast të intolerancës ndaj laktozës mund të shfaqen edhe simptoma të ndryshme, shpesh jo specifike. Gurgullime në stomak, fryrje e barkut dhe ngopje e shpejtë, diare e cila bëhet edhe kronike. Tek foshnjat mund të manifestohet edhe me shtim jo të rregullt në peshë. Ushqimet që përmbajnë sasi më të madhe të laktozës janë qumshti i lopës dhe produktet e tij, gjalpi, djathi, qumshti i pluhur, kosi, ëmbëlsirat, çokolata dhe shumë medikamente. Intoleranca laktozës nuk mund të shërohet, megjithatë mund të lehtësohen simptomat. Mjeti më i mirë është heqja dorë sa më shumë që të jetë e mundur nga produktet e qumshtit të lopës. Simptomat zakonisht duken nëse pacienti heq dorë nga produktet që përmbajnë laktozë. Megjithatë, një diare mund të rrezikojë jetën e një fëmie. Në një afat të gjatë, heqja dorë nga produktet e qumshtit mund të çojë në mungesë të kalciumit, e cila vetë mund të çojë në osteoporozë. Në këtë rast është e nevojshme të merren suplemente me bazë kalciumi. Kalciumi është i pranishëm në perimet me gjethe jeshile, qumshtin e kokosit, farat e suzamit e të tjera. Pra, intoleranca ndaj laktozës do të jetë tema e këtij emisioni, për shka do të flasim me doktoreshe Nurata Efendia Beqa, pediatër gastroenterolog. Doktoreshe Nurata, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Mirë se ju gjej, faleminderit. Pra, kemi përzgjedhur që të flasim për intolerancën në laktozë, që është një dukuri bukur e shpeshtë. Ndoshta për fillim është me interes për dëgjuesit që t'ju themi disa fjalë se ç'është intoleranca në laktozë. Intoleranca në laktozë është një problem mjaft aktual në kohën e fundit, e cila manifestohet si te moshat e vogla, te posalindurit, po manifestohet edhe në moshat e rritura. Është problem të cilin e hasim na shumë shpesh në punën tonë të përditshme. Është me rëndësi që me ditë me bo ndallimin në mes të intolerancës ndaj laktozës dhe proceseve të cilat janë imunologjike ose alergjike ndaj proteinave të qumshtit të lopës dhe simptomatologjisë tjera të cilat janë të ndërlidhura apo janë të ngjashme me simptomet që i manifeston intoleranca. Si mund të bëhet këtë dallim? A është i vështirë të bëhet dallimi? Dallimi nuk është i vështirë, për shkak se laktoza është përbërës i sheqerit të qumshtit, të cilës i duhet një enzim në mënyrë që ajo të tretet apo të zbërthehet. Në qoftë se kjo enzim është e mangët apo mungon fare, atëherë është e nevojshme të bëhet substituimi apo zavendësimi i kësaj me ilaçe të natyrës të enzimit, që janë të ngjashme, me enzimin i cili në mënyrë natyrale prodhohet në enterocitet, në qelizat e zorrëve. Është e ditur se intoleranca i kemi disa lloje. Është mirë të njohin dëgjuesit se cilat janë llojet kryesore të intolerancës në laktozë. Ekzistojnë disa tipe të intolerancës: intoleranca e lindun apo kongenitale, intoleranca e fituar, është një formë e cila manifestohet mas infeksioneve të ndryshme, mas përdorimit të ilaçeve të ndryshme, medikamenteve të ndryshme, të cilat e dëmtojnë parenhimen e zorrëve, gjithsesi enterocitet, sidomos të rriturit përdorimi i terapisë onkologjike të ata që kanë malignitete dhe që marrin terapi mjaft
e fortë, do me thonë terapi, Kimioterapia, radioterapia, rezatimet e ndryshme e tjera, do me thonë mundet me qenë edhe për shkak të terapive të ndryshme që manifestohen në fazat të ndryshme të smundjes, si dhe intolerancat kongenitale. Do me thonë ekzistojnë disa tipe të intolerancës, varësisht prej moshës kur i hasim, varësisht prej shkakut. Këto ka format që janë kalimtare, që manifestohen mas një infeksioni, ato mas një kohë të caktume mund të riparohen, enterocitet, qelizat që e prodhojnë laktazën, edhe mandej natyrisht që edhe simptomet tërhiqen edhe gjendja e fëmijëve, nëse flasim për fëmijët konkretisht, gjendja e fëmijëve kalon, do me thonë, pa ndonjë problem të madh. Mirë, po të këta që marrin medikamente shumë të fëmijët imunosupresiv që kanë pengesa me imunitetin, të fëmijët që gjithashtu kanë malinitete, se edhe mosha e fëmijëve nuk përjashtohet prej maliniteteve, atëherë të këta fëmijë rikuperimi është më i vështirë për shkak të dëmtimeve që bëhen në traktin digestiv, për shkak të kemioterapisë, radioterapisë e tjera. Po kryesisht si problem që manifestohet, sidomos nëse izolojmë tipin kalimtar, është problem i kalueshëm edhe nuk është, me thonë, për brengosje të thellë. Atë se kemi edhe intolerancë të lindur. A do të thotë kjo se ka dhe predispozita gjenetike që të paraqitet? Po, intoleranca e lindur ose kongenitale natyrisht që është problem gjenetik. Zakonisht në Kosovë është një mundësia e punimit të testeve, zakonisht punohet testi gjenetik për intolerancën laktozë, i cili jep të dhëna gjenetike, mirë po në botë punohet edhe testi me frymarrje. Ashtu quajtur H2 breathing test, është testi i frymarrjes apo eliminimit të joneve të hidrogenit, i cili muj me thonë se është mjaft specifik edhe është mjaft praktik. Mirë po, të moshat e vogla nuk mund të aplikojmë këtë test për shkak të bashkëpunimit, se fëmiu i vogël nuk mundet me bashkëpunu, edhe me dhonë ato testet, me eksploruat frymarrjen, me eksperiumin, me qitë frymarrjen kur na i thojmë. Për shkak të bashkëpunimit, shpeshherë edhe jemi të detyruar të punojmë testet gjenetike. Doktoresh, cilët janë shkaktarët kryesorë të intolerancës në laktozë? Shkaktari kryesor është, thamë, mungesa e prodhimit të enzimit. Enzimi laktaza, i cili do ta tret laktozën, do ta zbërthen. Do me thonë sheqeri i qumshtit, laktoza, është disaharid, është një sheqer i përban prej 2 monosaharideve, prej glukozës edhe galaktozës. Në veprimin e këtij enzimi, do me thonë ky sheqer zbërthehet, edhe përthithja mandej është më e lehtë, edhe nuk i shkakton ato simptomet të cilat i shohim te fëmijët të cilët e kanë intolerancën. Simptomat, cilat janë kryesore ato që duhet ta vrejmë se kemi të bëjmë me intolerancë? Po, simptomat kryesore janë fryrja e barkut, diskomforti, grumbullimi i gaznave në përzor dhe në pjesën e abdomenit, jashtëqitjet ujore, jo të formuara, shpeshherë edhe acidike, dhembjet apo kolikat e infantit, dhembjet e barkut, edhe ndonjëherë edhe manifestohet me jashtëqitje të cilat shoqërohen edhe me elemente tjera përveç me prezencën e gjakut ndonjëherë, po janë matralla. Ato më tepër manifestohen te problemet me alergji të proteinave të qumshit, që shpeshherë krijohet konfuzitet se cila është. Mirë, po fal testeve të cilat ekzistojnë edhe testet imunologjike, edhe testet të gjenetike, kështu që në bazë të fal këtyre testeve na i bëjmë diferencën se për cilën rast bëhet fjalë. Cilat ushqime janë ato që shkaktojnë intolerancë? Laktoza është sheqeri i qumshtit. Do me thonë, qumshti edhe produktet e qumshtit janë përgjegjëse për krijimin e intolerancës. Janë ushqime kryesore për moshën fillestare. Po, për moshën fillestare është e domosdoshme ushqyerja me gji ose ushqyerja me qumsht me formul apo cilin do lloj tjetër të qumshtit. Do me thonë, duhet të ndihmohet tretja nëse ekziston dyshimi apo nëse konfirmohet mungesa e laktozës. Si duhet vepruar atëherë kur qumshtin praktikisht duhet eliminuar nga ushqimi? Po, ekzistojnë edhe formula të cilat janë të gatshme dhe të përgatitura pa
pa laktozë ose kanë laktozë në sasi. Formulat më të avancuara kanë edhe laktozë në sasi minimale, e cila nuk sjell pengesat e hiposalindurit. Do me thonë shkojmë në përdorimin e atyre llojeve të formulave që janë të veçanta, po të rriturit atëherë nëse kjo ndodh te fëmijët e moshave më të mëdha, po edhe te hiposalinduri, ndonjëherë nuk jemi të detyruar ta ndrojmë qumshtin, po vetëm e japim suplementin për një kohë të caktuar, edhe mandej simptomatologjia qetësohet edhe fëmia qetësohet. Do me thonë e japim në formë të suplementit enzimin i cili është i nevojshëm për tretjen e sheqerit të qumshtit. Dhe sa kohë duhet përdoren këto suplemente? Këto përdoren minimum deri në 4 muaj. Deri në 4 muaj, mas 4 muaj konsiderohet se fëmiu do me thonë vetë 6 muajt e parë e ka ushqimin kryesor, kryekput e ka qumshtin. Mandej fillon të ushqehet edhe me ushqime tjera plotësuese, edhe në mënyrë naturale laktoza si enzim zvoglohet në organizmin e njeriut me kalimin e moshës. Për shkak se ushqimi fëmiu konkretisht nuk e ka ushqim kryesor qumshtin, po fillon me ushqy edhe me ushqime tjera solide. Kështu që edhe në mënyrë të natyrshme nuk është e domosdoshme që sasia e enzimit vjen të zvoglu, është në ranje me rritjen e moshës. Kështu që ky është një algoritëm apo një cikël natyral i zhvillimit, të cilin na edhe emitojmë edhe kur I japim suplementet. Po, doktoresh, sa është I vështirë bëhet diagnostifikimi I intolerancës? Mendoj që profesionistat nuk e kanë të vështirë ta bëjnë diagnostikimin, se ka mjaft edhe elemente të cilat flasin, do me thonë një fëmijë, konkretisht një bebe e shqetësuar, me një fryrje të barkut, me gazna shumë, me skuqje të regionit perianal, me një distendim maksimal të barkut, me jashtëqitje jo të formuara, shpeshherë edhe acidike, janë këto shenja që profesionistin detyrojnë, e shtin me dyshu që bëhet fjalë për një intolerancë dhe mandej natyrisht që me anë të analizave e konfirmojmë ose e përjashtojmë problemin. Dhe dihet se pas diagnozës vjen një fazë tjetër që është shumë e rëndësishme, është trajtimi. Si bëhet trajtimi? Po tash varësisht prej moshës edhe trajtimi. Do me thonë te moshat e vogla I sugjerojnë formulat të cilat janë të veçanta edhe të cilat nuk e kanë laktozën në përbërjen e vet, do me thonë janë pa laktozë, ndërsa për moshat e rritura atëherë ekzistojnë suplementet të cilat I japim qoftë në formë të pikave, qoftë për moshat e vogla në formë të pikave, për moshat më të mëdha në formë të tabletave, kështu që zgjidhja ekziston. Tek ne shpeshherë nuk kërkohet ndihma e mjekut, do thotë në atë fazën fillestare kur fillojnë problemet, por pritet ose bredhin prej një mjeku te një tjetër, a mund dëmtohet fëmia në rast se nuk bëhet diagnoza me kohë? Po secila smundje, sa më shumë që zgjat, natyrisht që mund të ketë edhe komplikime. Pasoja. Sidomos te moshat e vogla, komplikimet manifestohen shpejt për shkak se fëmia për shkak të vjelljes, për shkak të jashtëqitjeve të shpeshta ujore mund të dehidrohet edhe mandej të gjitha shejat e dehidrimit çojnë në çrregullime qoftë elektrolitike, qoftë metabolike, të cilat nuk janë të këndshme për fëmin. Mirë po, një diagnostikim me kohë, menoj që I prevenon të gjitha këto, edhe me thonë drejt tash janë të vetëdijsuar edhe menoj print edhe nanat e reja paka shumë e kanë një përgjegjësi tjetër ndaj fëmijëve, sigurisht janë mundësit për më informu janë shumë më të mëdha, qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale, qoftë nëpërmjet profesionistëve adekuat, kështu që nuk e shoh si problem të madh të pasgjithshëm. Doktoresh, kemi hyrë minutat e fundit dhe zakonisht në fund flasim për preventiven. A ka ndonjë rrugë apo ndonjë metodë që mund ta prevenojë paraqitjen e intolerancës laktozë? Kur folëm për tipet e intolerancës, tham që një prej elementeve ose një prej llojeve është edhe intoleranca
kalimtare e cila manifestohet mas infeksioneve. Do me thone vetëmja qka i shkon e mundshme është mi prevenu që to infeksionet gastrointestinale, të cilat janë smundje që në mjeksi quhen smundje të durve të papastra. Ka njëherë na është thënie profesionale ajo, po në mjekësore, smundjet gastrointestinale apo barkçikjet e shpeshta që vinë si pasojë infeksioneve janë të durve të papastra. Po ndonjëherë ndodh që edhe ushqimet e kontaminuara, ndonjëherë ndodh që edhe na infeksion viral i cili përcillet në mënyrë jo të vullnetshme i manifeston këto shenja. Kështu që definitivisht duhet të ruhemi, sidomos moshat e vogla, prej infeksioneve. Ndërsa për format gjenetike ose format të trashëguara kongenitale, ato nuk mund t'i prevenojmë. Ato janë materiale gjenetik përcillet edhe nuk ka mundësi mu prevenu. Veç duhet mu kujdes që posa linduri apo fëmiu më i madh i cilës do mosh sa më pak me pas infeksione gastrointestinale, natyrisht që të ju shmang kontaktit me persona të smur, të e përpunu ushqimin termikisht mirë, që mos me pas ushqimet kontaminume, e tjera. E për këto që vinë si pasojë terapive të ndryshme, edhe atyre nuk mujmë ju shmang se ka njëherë smundja ta dedikon trajtimin edhe mandej edhe komplikimet janë të mundshme. Kur jemi të komplikimet, cilat janë komplikimet më të shpeshta që mund t'i shkaktoj intoleranca në këto? Komplikimet më të shpeshta janë nëse na e provokojmë vazhdimisht dëmtimi i enterociteve, i qelizave gastrointestinale të zorëve, shkon tu u rëndu. Do me thonë shkon tu vazhdu dëmtimi se vazhdimisht e kemi provoku. Edhe natyrisht që kur dëmtohen ato qeliza edhe absorbimi mandej i materjeve mikro dhe makronutrientëve nuk bëhet si duhet. Edhe ngec në rritje dhe zhvillim fëmiu. Kështu që një prej elementeve kryesore është që të ruhet mirëqenia e traktit gastrointestinal, të ruhet mikrobiota e zorëve, e cila përbëhet prej elementeve, do me thonë bakterjeve të mira, të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin edhe tretjen edhe ushqimit. Kështu që nëse krejt këto i ruajmë, atëre me një fjale kemi rujt një sistem të organeve i cili është shumë i rëndësishëm për rritje dhe zhvillim. Zorët edhe trakti digestiv në literaturën mjekësore quhen ndryshe edhe truri i dytë, i cili tregon që krejt çka shkon nëpërmjet traktit digestiv shkon në zhvillimin qoftë fizik mas pari, mirë po edhe zhvillimin mental të fëmijëve. Kështu që është e domosdoshme t'i kushtojmë një kujdes të veçantë rujtjes së traktit gastrointestinal. Dhe për fund, cili do t'ishte mesazhi juaj për dëgjuesit tanë, qoftë për ata që kanë probleme të kësaj natyre, por edhe për të tjerë? Mesazhi im do t'ishte që nëse prind ballafaqohen me probleme, të kërkojnë ndihmën mjekësore, jo të mundohen ta trajtojnë vet ose të mundohen ta trajtojnë nëpërmjet të informimit ku e dione grupeve të cilat veç qarkullojnë nëpër rrjetet sociale dhe i shprehin përvojat e veta. Ato grupe ndihmojnë natyrisht, nuk janë për t'u anashkalu se përvoja është mësuesi më i mirë, po megjithatë patjetër të konsultohet një profesionist i cili është i lamis përkatëse. Doktoresh, nëse nuk e një gjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Faleminderit juve, shpresoj që sa do pak ka ndihmu në edukimin apo në informimin e nanave të reja. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valë të programit tonë.